Depresioni dyshohet jetë bërë shkak për një ngjarje tragjike ndodhur në një fshat rrethit të Beratit, ku viktim ka mbetur një 32 vjeçare nënë e 2 fëmijëve. Ngjarja ndodhi në fshatin Lapardha 2 të komunës Sollak. Sokol Gjata, 40 vjeç, dyshohet se qelloi ndaj bashkëshortes së tij Alma Gjata, 32 vjeç, me mjete të forta duke marrë jetën. Burime nga vendi i ngjarjes bëjnë me dije se çifti Gjata mësohet se ndodhej në serën e tyre rreth 1 kilometër larg banesës duke punuar, ndërkohë që fillimisht mes tyre janë dëgjuar zhurma dhe më pas është gjetur e pajet bashkëshortja, ndërkohë që autori i dyshuar u arrestua më pas nga policia. Çifti Gjata me 2 fëmijë është parë nga banorët e zonës duke u grindur në serë ndërsa punonin, ndërkohë që ngjarja është pasuar me thirrjet e gruas që kërkonte ndihmë. 40 vjeçari mësohet se ka qelluar bashkëshorten e tij me mjete të forta disa herë në tru, duke i shkaktuar vdekjen, ndërsa pas ngjarjes është larguar vetëm disa metra nga vendi i krimit duke pritur mbërritjen e uniformave të policisë. Sipas burimeve nga vendi i ngjarjes, 40 vjeçari Gjata prej disa ditësh kishte shfaqur shenja të forta të depresionit, gjë e cila bëhej shkas mes tij dhe bashkëshortes për grindje. Një grindje e tillë mësohet se ka ndodhur dhe pak minuta para ngjarjes, ndërkohë që autori i dyshuar nuk ka dënjuar të përdorë një mjet të fortë, e dyshuar si sëpat dhe të qelloi me të gruan e tij duke i marrë jetën.